Kanali i ri ekziston për vaditje, por në bazë të dëshmisë se një bujku, uji nuk mund të ngjitet lart, pasi niveli i kanalit është rreth 2 metra nën tokën që duhet të ujitet. Сега се наоѓаме на каналот. Од ке памтим ја, дедо мој, татко мој, прадедо, vadelë nova brazë. Tani ndodhemi te kanali, ku që kur mbaj mend unë gjyshim, babajim, sërgjyshim kanë marrë ujë nga kjo pend. A është logjike që në shekullin 21 me një inxhinieri të tillë të bëjmë një sistem 2 metra nën tokë ku nuk mund ta ngresh dot ujin. Aktualisht po na hapi një kanal të përkohshëm, një par kanali aty, i cili mund të mbyllet që nesër ose pas nesër. 80% e tokave bujqësore në Sellarc, Bërvenic, Reqic, Pallqish dhe Kamian mbeten pa ujë. Ne kemi mbetur shumë pak bujq, mund të shihen atje rreth 30 vjeta dhe duan që edhe ne të dorëzohemi, kurse flasin për bujqësinë që të rinj të mbeten e të punojnë këtu. Këtu ka një kolaps absolut dhe total, po ju them kolaps. Ata sot bllokuan rrugën dhe kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë dhe Drejtoria e Ujrave që të vinë dhe të zgjidhin problemin e tyre. Ne duam ujë për vaditje. Kanë vënë një pumpë, këto një pumpë mund ujtë një njeri për të ditën. A kurse ne jemi për momentin sot do të ujtë mbaj 20 vjeta. Me këtë ujë ne do të tanë verën trenën të kjo vaj edhe zgjidhje nuk ka. Kërkesa jonë ujtit në lishohet për momentin me sasit mjaftueshme, jo me pumpë, po të lishohet si ka qenë para ndërtimit të kanalit ri. Dvaje ta qele gollën ku ka kanë 50 vjet. Ma katet në të shushkatet të këti qe. Se shumë më eri kemi kalza. Këta u ka kanë vendi, po e ka ndryshau, e ka qu 200 metrit të qe, ka e prapat. Na maltretuoje si bujk. Arat në i murën, talën me njënjet e tona, e në mrapa kërkon. Këta u ketë kenë pagu. Kur në i ka shkrau në arat e uja gjysenu. Por gjithë natën duhet gollat qilet. Bëj 500 qilet tokë do të ujtë të poshtë. Me Kolomboqe, ka një një. Kjo për momentin është për sot. Unë u thash këtine, aje qelim ne e thim. Se une që këtë këm prejt. Pi pranvere kemi dhonë 1000 euro. E në dvaje ujti këta është, hipën ujti, a i ka shku ka bo kanal 200 metre lartë. Talët me ngjenjat tona, na maltretuju këto nxefte. Od direktorët të vodostopanskog na Tetovo je zapoznat za to. Drejtorinë e ujrave të Tetovës e kemi informuar. I kam treguar që 7 brima duhet të hapen. Në kohën e vaditjes nuk janë askund, a njerëzit kanë probleme, duhet të ujitet. A nuk është problem kjo? Vetëm 3 kanale duhet të hapen, 1 orë punë, vetëm 3 orë duhen. Kontaktuam edhe drejtorinë për menaxhim me ujrat, nga ku premtuan se në bashkëpunim me Betel dhe Enka, brenda ditësh do të zgjidhet problemi i bujqve. Për problemin në fjalë të hënën pritet të mbahet mbledhje edhe në Ministrinë e Bujqësisë.